Tani nuk e di, zoti kryetar, vërtet se si do ta zgjidhim këtë problemin e mohimit të drejtës për interpelancë që unë si deputet kam. Kam 2 muaj që kam kërkuar interpelancë me ministrën Balluku në fakt, po tani ministra Balluku nuk është më ministre dhe kështu që nuk mund dalë interpelancë. I shpëtoj interpelancës, po përfundoj më keq. Por kam një interpelancë me kryeministrin, zoti kryetar. Tani, unë e kuptoj që ju kërkoni të shmangni llogaridhënien. Por nuk i shpëtoni dot, ka ndryshuar gjithçka, ju nuk e kuptoni. Ju mendonit se kur u arrestua Erion Veliaj, ishte një çështje që kishte bënte me Erion Veliajin. Tani që u more pandehur Balluku, është një çështje që ka të bëjë me Ballukun. Tani po kanë shkuar te Mirlinda Kërçanaj e Akshit. Vërtet vazhdoni mendoni se kemi të bëjmë me çështje të përveçme të disa individëve? Ka ndryshuar. Ky është një ndryshim thelbësor. Nuk kam më, duhet të jepni llogari. Duhet të jepni llogari dhe nuk keni çfarë t'i bëni drejtësisë, nuk keni çfarë t'i bëni Spakut, sepse kanë mbrojtjen e ndërkombëtarëve. Dhe në fakt edhe këto sulmet qesharake që bëni për ditë, Rama çdo ditë kërcënon gjykatën kushtetuese. Me brot shkulla të llojit keni marrë të pandehur, keni pezulluar ministren Balluku dhe shqiptarët nuk udhtojnë dot në Kanada. Tani kemi dëgjuar ka filluar ministri i drejtësisë me postime që thot ndarja e pushteteve. Kujtohet për një takim që ka bërë me ministrin e drejtësisë italiane të para 2 javë dhe na tregon që dhe ai ishte shqetësuar. Apo jo, ministër, ishte shqetësuar ministri italian për ndarjen e pushteteve në Itali apo për korrupsionin, zoti ministër? Del Taulan Balla dhe thot, pyesni ChatGPT-n, thot. S'ka ndodhur ndonjëherë. Po unë prap thot Taulan Balla, nuk flas keq për gjykatësit dhe për prokurorët, si janë ban Taulantit, se ka frikë se përfundon si gjithë të tjerët. Tani, nuk e shmangni dot daljen para drejtësisë. E keni të kot. Ky është një ndryshim historik. Kështu që ndajni mendjen, dilni çdo ditë siç po ndodh, bashkëpunoni me drejtësinë, sepse ju ka ardhur fundi.